Të gjithë ju të shenjës së demit, mirë se erdhët në Letra Trofejnë, jam Diana, do bëj leximin e juaj të radhës. Dhe leximi juaj është i fokusuar në të ardhmen, çfarë në të ardhmen. Dhe të dashur, kam diellin, që është letër shumë e bukur, kam karrocën, pastaj kam 9 të monedhës dhe kam kryepeshkopin dhe një letër oracle. Nga kontrolli në çlirim, do ta quaja këtë lexim kështu, ti je në një fazë demi ku në thelb, potenciali yt është shumë i lartë. Dhe kjo del më njëherë nga dielli. Kjo letër nuk është e vogël, flet për gëzim, sukses, qartësi, por një jetë që mund të jetë e bukur, dhe e plot. Por ka një problem. Nuk po e jeton plotësisht këtë energji. Mund të jeni çliruar nga diçka, keni bërë një hap të madh dhe sikur jeni tani në mes të asaj bëra mirë, s'bëra mirë, apo jeni në para një vendimi të madh që është a ju bën atë frikë. Pse? Sepse me njëherë pas asaj vjen karroca të dashur që thot, dhe kjo tregon që ti je në gjendje të një kontrolli të fortë. Ti po përpiqesh të mbash gjithçka në fakt në kontroll, të mos gabosh, të mos dalësh nga rruga që ke vendosur, dhe këtu fillon tensioni, nga një anë ke potencial, lumturi, liri të gjitha, dhe këtu sikur për të mbajtur shtrëngon veten me kontroll dhe presion. 9 të monedhës flet për stabilitet, për ndërtim të jetës, për arritje që vijnë me kohë, por ora këtu është shumë simbolike. Ti po pret, po e shtyn ndoshta kënaqësinë, po e thua vetes edhe pak, dhe kështu kalon koha. Mesazhi i qartë i kësaj është po ndërton jetën, por nuk po jeton. Apo ke frikë të bësh këtë gjë, para një vendimi që je, apo keni marrë këtë vendim dhe ta shijosh këtë liri, këtë gjë që po të vjen, apo që je duke dashur për të vendosur diçka. Kryepeshkopi kuptohet pse po ndodh kjo. Kjo letër flet për rregulla, besime, mënyra fikse të menduarit. Sipas kulturës, sipas vendit ku jemi rritur, i duam gjërat siç jemi mësuar. Ke krijuar një ide shumë të fortë për si duhet të jetë jeta, si duhet të jesh ti, çfarë është e drejtë, dhe kjo po të kufizon. Sepse po përpiqesh të jesh perfekt, po përpiqesh të arrish në një gjë që në rregull, por po harron të jesh i lirë. Dhe këtu lidhet mesazhi i juaj. Perfeksioni nuk ekziston. Kjo është pika kyçe e gjithë leximit. Po përpiqesh të mos gabosh, po përpiqesh ta gjithçka të bësh si duhet, të kontrollosh çdo hap. Por ndërkohë po humbet spontanitetin, po humbet kënaqësinë, po e shtyn jetën për më vonë. Të dashur demër, nuk kemi jetë për të shtyrë më vonë. Jeta jetohet çdo ditë, çdo moment. Ke potencial për një jetë shumë të bukur, demi, si thash dielli, po përpiqesh të kontrollosh gjithçka që mos dalë nga ato pritshmëritë e dikujt, apo mënyrës se si jeni mësuar të jetoni. Po pret momentin perfekt. Dhe në fund paron të jetosh realisht. Nuk ke nevojë demi për më shumë kontroll, ke nevojë për më shumë liri, më shumë besim në vete. Jeta nuk të pret derisa gjithçka të jetë perfekte. Më vonë ta bësh atë, pastaj do e rregulloj, pas kësaj do jetoj. Ajo ndodh në momentin që ti ndalon së kërkuar perfeksionin. Pra, shijoje me të mirët e me të këqijat e saj. Të kësaj jete po flas.